Data 20 prill. Levitiku, kapitulli 24. Dhe Zoti foli Mojsiu duke i thënë: Urdhëro bijtë e Izraelit të sjellin vaj të pastër ullinj të shtypur për dritën e shandanit, për t'i mbajtur llampat vazhdimisht të ndezura. Në çadrën e mbledhjes, jashtë velit që është përpara dëshmisë, Aroni do të kujdeset për vazhdimsinë nga mbrëmja deri në mëngjes para Zotit. Është një ligj i përjetshëm për të gjithë brezat tuaj. Ai do të kujdeset për llampat e shandanit prej floririt të pastër që janë para Zotit për vazhdimsinë. Do të marrësh majmjelli dhe me të do të pjekësh 12 kulaç. Çdo kulaç do të jetë 2 të 10 e efës. Do t'i vendosësh në 2 radhë, 6 në çdo radhë mbi tryezën prej arit të pastër përpara Zotit. Dhe në çdo radhë do të vësh temjan të pastër, i cili ka për të qenë një kujtim mbi bukën, si një flijim i bërë me zjarr për Zotin. Çdo shabat, ai do t'i vendos bukët përpara Zotit në vazhdimsi. Ata do të merren nga bijtë e Izraelit. Kjo është një beslidhje e përjetshme. Bukët i përkasin Aronit dhe bijve të tij, dhe këta do t'i hanë në një vend të shenjtë, sepse do të jenë një gjë shumë e shenjtë për atë midis flijimeve të bëra me zjarr para Zotit. Është një ligj i përjetshëm. Ndërkaq, biri një gruaje izraelite dhe një egjiptasi doli në mes të bijve të Izraelit. Dhe ndërmjet djalit të gruas izraelite dhe një izraeliti plasi një grindje. Biri i izraelites blasfemoi emrin e Zotit dhe e mallkoi atë. Kështu e quante Mojsiu. Nëna e tij quhej Shelomith, ishte bija e Dibrit nga fisi i Danit. E futën në burg derisa t'u tregohej vullneti i Zotit. Dhe Zoti foli Mojsiu duke i thënë: Çoja atë blasfemues jashtë kampit. Të gjithë ata që e kanë dëgjuar të vënduart e tyre mbi kokën e tij dhe gjithë asambleja ta vras me gur. Pastaj folu bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: Kushdo që mallkon Perëndin e tij, do të mbaj fajin e mëkatit të tij. Dhe kushdo që e shan emrin e Zotit, do të dënohet me vdekje. Tërë asambleja do ta vras me gur, i huaj apo i lindur në vend. Ai që blasfemon emrin e Zotit, do të dënohet me vdekje. Kush ja heq jetën një njeriu, do të vritet. Kush rreh për vdekje një kafshë, do ta paguajë jetë për jetë. Kur dikush i shkakton një dëmtim fqinjit të tij, ai do të pasojë po atë që i ka bërë tjetrit. Thyrje për thyrje, sy për sy, dhëm për dhëm, ai do të pasojë po atë gjymtim që u ka shkaktuar të tjerëve. Kush rreh për vdekje një kafshë, do ta paguajë. Por ai që ja heq jetën një njeriu, do të vritet. Do të keni të njëjtin ligj për të huajin dhe për atë që ka lindur në vend, sepse unë jam Zoti, Perëndia juaj. Pastaj Mojsiu foli bijve të Izraelit, të cilët e quan jashtë kampit atë blasfemues dhe e vran me gur. Kështu, bijtë e Izraelit vepruan ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Psalmi 31. Gjeta strehtë e ti, o Zot, bëj që unë të mos ngatrohem kurrë. Çlirohem për drejtësinë tënde. Ma vërveshin. Nxitot më çlirosh. Bëhu për mua një kështjellë e fortë dhe një vend i fortifikuar që të më shpëtosh. Sepse ti je kështjella ime dhe kalaja ime. Për hir të emrit tënd më udhëhiq dhe trego më udhën. Nxirr më jashtë rrjetës që më kanë ngritur fshehurazi, sepse ti je kështjella ime. Në duart e tua unë besoj frymën time. Ti më shpengova, o Zot, Perëndi i së vërtetës. Unë njohrej ata që kanë dëshirë për të dukur, por kanë besim te Zoti. Unë do të ngazëllej dhe do të kënaqem me mirësinë tënde, sepse ti ke parë pikëllimin tim dhe i ke kuptuar ankthjet e shpirtit tim, dhe nuk më dorëzove në duart e armikut, por mi vure këmbët në një vend të gjerë. Ki mëshirë për mua, o Zot, sepse jam në ankth. Syri im, shpirti im dhe të përbrendshmet e mia po treten nga dhembja, sepse jeta ime po mpaket nga pikëllimi dhe vitet e mia nga të qarat. Forca ime po mpaket për shkak të mëkatit tim dhe kockat e mia po treten. Jam bërë një turp për tërë armiqtë e mi, veçanërisht për të afërmit e mi dhe një tmerr për të njohurit e mi. Ata që më shohin rrugës ikin larg meje. Zemra e tyre më ka harruar si të isha një njeri i vdekur, i përngjaj një vazoje të thyer. Sepse dëgjoj shpifjet e shumë njerëzve, rreth e qark sundon tmerri, ndërsa ata këshillohen midis tyre kundër meje dhe kurdisin komplote për të më zhdukur. Por unë kam besim te ti, o Zot. Kam thënë, ti je Perëndia im. Ditët e mia janë në dorën tënde, çlirohem nga duart e armiqve të mi dhe të atyre që më përndjekin.
bëj që të shkëlqej fytyra jote mbi shërbëtorin tënd, shpëton për hir të mirësisë sate. O Zot, bëj që unë të mos jemi përshtjelluar, pse të kam kërkuar, u përshtjellofshin pa beset dhe rëngjë në heshtje në Sheol. Mbeqin pa fjalë buzët gënjeshtare që flasin pa turp kundër të drejtit, me mendje madhësi dhe përçmim. Sa e madhe është mirësia jote që ti u rezervon atyre që kanë frikë nga ti dhe që ti përdor në prani të bijve të njerëzve ndaj atyre që gjejnë stret e ti. Ti fsheh në stren e fshehet të pranisë sate nga grackat e njerëzve, ti rua në një çadër të mbrojtur nga grindjet me fjalë. Qofti bekuar Zoti sepse më është treguar shumë dashamirës, duke më vendosur si në një vend të fortifikuar. Kurse unë, në hutimin tim thoshja, më kanë larguar nga prania jote, por ti dëgjove zërin e lutjeve të mia kur të klith aty. Duajeni Zotin ju gjithë shenjtorët e tij, Zoti i mbron besnikët dhe i shpaguan gjerësisht ata që veprojnë me kryel lartësi. Qofshit fort, mbar ju që shpresoni te Zoti, dhe ai do ta bëjë të patundur zemrën tuaj. Predikuesit, kapitulli 7. Një emër i mirë pëlqehet më tepër se një vaj parfumuar, dhe dita e vdekjes është më e mirë se dita e lindjes. Është më mirë të shkosh në një shtëpi ku mbahet zi, se sa të shkosh në një shtëpi ku ka fest, sepse ky është fundi i çdo njeriu dhe kush rron ka për të vënë mend. Trishtimi është më i mirë nga gazi, sepse përpara një fytyre të trishtuar, zemra bëhet më e mirë. Zemra e të urtit është në shtëpinë ku mbahet zi, por zemra e budallënjve është në një shtëpi të gëzuar. Është më mirë për dikë të dëgjojë shërtimin e të urtit se sa të dëgjojë këngën e budallënjve. Sepse ashtu siç është kërcitja e shkurrëve në një tenxhere, kështu është e qeshura e budallajt. Edhe kjo është kotësi. Me siguri, shtypja e bën të pamend njeriu e urt, dhe dhurata bën që të humbas arsyeja. Më mirë fundi një gjëje se fillimi i saj, dhe më mirë ai që ka frym të dorueshëm se ai që ka frym krenar. Mos u nxito në frymën tënde të zemërohesh, sepse zemërimi gjen streh në gjinjë të budallënjve. Mos thuaj si është e mundur që ditët e kaluara ishin më të mira nga këto, sepse nuk është urtësi të bësh një pyetje të tillë. Dituria është e mirë bashkë me një pasuri dhe u sjell përfitime atyre që shohin diellin. Sepse dituria është një mbrojtje ashtu siç është paraja, por epërsia e diturisë qëndron në këtë. Dituria i bën të jetojnë ata që e zotërojnë. Konsideroje veprën e Perëndisë. Kush mund të drejtojë atë që ai ka bërë të shtrembër? Në ditën e bollëkut i gëzuar, por në ditën e fatkeqësisë mendohu thellë. Perëndia ka bërë si njërin ashtu dhe tjetrën, me qëllim që njeriu të mos zbulojë asgjë nga ato që do të ndodhin pas tij. Pash gjithçka në ditët e kotësisë sime. Ndodh që i drejti të vdes në drejtsinë e vet dhe që i pabesi të jetojë gjatë në ligësinë e tij. Mos i tepër i drejtë as i urt jashtë mase. Pse kërkon të shkatërrohesh? Mos i tepër i keq dhe mos u trego budalla. Pse kërkon të vdesësh para kohës sate? Është mirë që ti të kapesh pas kësaj gjëje dhe të mos heqësh dorë prej saj, sepse ai që ka frikë Perëndin do të shmanget tërë këtyre gjërave. Dituria e bën të urtin më të fortë se 10 të fuqishëm në një qytet. Nuk ka në fakt asnjë njeri të drejtë mbi tokë që bën të mirën dhe të mos mëkatojë. Përveç kësaj mos u vër veshin tërë fjalëve që thuhen, që të mos mallkohesh nga shërbëtori yt. Sepse zemra jote gjithashtu e di që ti veti ke mallkuar shumë herë të tjerët. Unë i hetova të gjitha këto gjëra me dituri. Thash do të bëhemi urt, por dituria është mjaft larg nga unë. Një gjë që është kaq larg dhe kaq e thellë, kush mund ta gjej? Atëherë vura zemrën time të njoh, të hetoj dhe të kërkoj diturinë dhe shkakun e gjërave dhe të njoh ligësinë e marrëzisë dhe budallëkun e marrëzisë. Dhe gjeta një gjë më të hidhur se vdekja. Gruan, zemra e së cilës është kurth dhe grack dhe duart e së cilës janë pranga. Kush i pëlqen Perëndis i shpëton asaj, por mëkatari do të kapet nga ajo. Ja ajo që gjeta, thot predikuesi, duke i shqyrtuar një për një gjërat për të gjetur shkakun e tyre. Ato që unë po kërkoj ende, por nuk e kam gjetur. Një burr ndër 1000 e gjeta, por një grua në mes gjithë atyre nuk e gjeta. Ja, vetëm këtë gjeta. Perëndia e ka bërë njeriu të drejtë, por njerëzit kanë kërkuar shumë marifete. 2 Timoteut, kapitulli 3.
Dhe dije këtë, në ditët e fundit do të vinë kohë të vështira, sepse njerëzit do të jenë egoist, lakmues parash, mburravec, mendjemdhënj, blasfemues, të pabindur ndaj prindërve, mosmirnjos, të pashenjtë, pa dashuri të natyrshme, të papajtueshëm, shpifës, të papërmbajtur, mizor, që se duan të mirën, tradhtar, kokshkret, fodull, dëfrimdashës më shumë se perëndidashës, të perëndishëm në dukje, por mohues të fuqisë së saj, edhe nga këta largohu. Sepse prej këtyre janë ata që futen nëpër shtëpi dhe robrojnë femrat e ngarkuara me mëkate, të udhëhequra nga pasione të ndryshme, të cilat mësojnë gjithnjë dhe kurrë nuk do të arrijnë në njohjen e së vërtetës. Dhe ashtu si Janesi dhe Jambresi i kundërshtuan Mojsiut, po kështu edhe këta i kundërvijnë së vërtetës. Janë njerëz mendjeprishur, të paprovuar në besim, por këta nuk do të përparojnë, sepse marrëzia e tyre do të dalë në shesh për të gjithë, ashtu sikurse u ngjau edhe atyre. Por ti ndoqe mësimin tim, sjelljen, qëllimin, besimin, zemërgjerësinë, dashurinë, durimin, përndjekjet, vuajtjet që më ndodhen në Antioki, në Ikon dhe në Listra, çfarë përndjekjesh hoqa. Dhe Perëndia më shpëtoi nga të gjitha. Por dhe të gjitha ata që duan të rrohen me perëndishmëri në Krishtin Jezus, do të përndiqen, por njerëzit e ligjit dhe mashtrues do të përparojnë për keq, duke gënjur dhe duke u gënjur vetë. Por ti qëndron ato që mësove dhe u binde plotësisht, duke e ditur prej kujt i mësove. Dhe se që nga fëmiria i njeh shkrimet e shenjta, të cilat mund të bëjnë të urtë për shpëtimin me anë të besimit në Krishtin Jezus. I gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndrejqje dhe për edukim në drejtësi, që njeriu i Perëndis të jeti përkryer, tërësisht i pajisur për çdo vepër të mirë.